Fajtorin e nxerr ligji, e nxerr policia dhe prokuroria, me qenë se sa lexova janë duke i marrë në pyetje edhe Janë 2 të arrestuar. Edhe dëshmitarët edhe nëse janë të arrestuar. Po, kjo është lajmi më i ri në koha. Dhe është një farë lloj tërpije të ne me pas me shti dikon në burg. Me shti dikon në burg edhe me lënë nga tresat, pastaj me pasoja, ma pastaj me është ma keq. Pra unë menoj që ajo që ka ndodhë do të duhej me pas një ndërhyrje njerëzve të miqve të tyne. Ndërmjetësim apo si përshën? Me ndërmjetësu, edhe me kalu procesin edhe me ndërmjetësim edhe në gjykat. Mendoj që do të shtensionohej situata politike në këto zgjedhje dhe do të shtensionoheshin raportet edhe në Skënderaj me qenë se atje ka ndodhur. Mirë, ju po jepni këtë si qëndrim tuajnë personal, por Partia Demokratike si parti nuk dha ndonjë qëndrim. A besoni që distancimin ndihmon në këtë që po thoni, shtensionim? Pra, partit e dëmtuara në këtë rast, vetëvendosje sot u ankua dhe quajti akt banditesk dhe kryeministri Kurti, edhe LDK madje e dënoi dhunën, por PDK nuk është se si parti dha një reagim. Pra, pse është ky hezitim për të reaguar fundja fundit për një gjë parimore? Dhuna politike nuk është e duhur, apo jo? Po besoj edhe pse s'kam fol me askënd dhe se di a janë duke e trajtu si çështje, po besoj që si parti ose kryetari i partisë ose kryesia ngushtë mund të presin një vlerësim të situatës që do të bëj policia edhe prokuroria. Edhe pastaj të dalin me qëndrim. Nuk është e lehtë me dalë me qëndrim në kushtet kur ka lloj-lloj të dhënash. Edhe dezinformata dhe informata pastaj është problem. Por edhe nuk është një çështje që është e lehtë me u distancu në variantin si që distancohet dikush nga jashtë, por edhe deklaratat e këtij Albinit, që janë të pamatura, janë qëllimësia dhe janë vazhdimsi e veprimeve të mëhershme. Mirë, do flasim për to. E kanë damtu interesin e përgjithshëm dhe kanë pasoja dhe familjet. E kam fort qartë këtë që po thoni duhet të qartësohet situata të zbardhët të rastit, kupton rrethonat se si ka ndodhur dhe pastaj. Por du të ketë një reagim principial, parimor për raste të tilla, zoti Aliti. A besoni që nëse PDK për shembull do nuk po e përpiloj unë këtë reagimin, por po them që do e dënonte dhunën fizike, përleshjen fizike në çdo formë, a besoni që kjo i ndihmon asaj që ju e nisët sonte një pajtimi, një përpjekje për të tepërshkallëzuar? Shiko, Partia Demokratike, unë po besoj që do të bëj një deklaratë, mos sot nesër, sepse nuk ka tjetër rrugë. Sami është kryetari i partisë në Skënderaj, është kryetari i komunës, është figurë e rëndësishme politikës edhe së kalumes historike të Kosovës. Prandaj nuk e kanë edhe lehtë me u deklaru. Është procesi elektoral që pengon këtë, zoti Aliti? Jo, unë besoj që nuk është procesi elektoral, por duhet me pas informata shtesë pej të pavaruna dhe nga të dy anët. Mirë, po e përmendet Albin Kurtin dhe thatë po e keq përdor, apo jo? Po pse nuk do duhet të reagonte kur shet për gjakur në foton si e pa? Ai duhet të reagoj, por duhet të mos e cilësoj si sulm ndaj vetëvendosjes. Në Kosovë është të bashkë fuqishme. Shërbimet administrore të Kosovës janë shumë fuqishme. Ata komunikojnë me njerëz të vetë, nuk komunikojnë me të tjerë. Andaj shërbimet nga njëherë i konsiderojmë ata që ku me ditë që ka bojnë. Jo, shërbimet kanë dy qëllime. Një, kanë me marrë informata,
Dhe dyta me shpërnda dezinformata. Dhe në qoftë se flasim tani për Serbinë, po besoj që dëshira më e madhe e Serbisë do të ishte me na pa neve me koburën brez, edhe në parlament, edhe në rrugë, edhe me urrejme njëri tjetrin, edhe me vërtetu që atë akuzën e vjetër që ka qenë që shqiptarët s'mujnë me bo shtet. Prandaj rastet si ky ose në një tjetër që mund të ndodhë ose ka ndodhë, duhet me u përpjek me i minimizu sepse si shërbejnë kërkuj. Mas pakti i shërbejnë Kosovës dhe mas pakti i shërben atyne që i shfrytëzojnë politikisht për të marrë poena. Po si duket glosa politike këtë që po e thoni, kjo duket një fjalë e matur thënë nga një politikan, po ju them direkt, por kjo nuk po vjen fort veshin e krejt partive politike. S'po shohim këtë gjuhë dhe përshkallëzuese as nga partia që na duhet sa ma shumë me debatu me këtë frymë. Nuk po thëmë me debatu në variantin e britmave dhe të asaj që si zhvillohen nga njëherë debatet të. Sepse edhe debatet ka njëherë organizohen për me pas klikime dhe me pas shikime. Po, kjo është e vërtet. është aktrim. Performans. Po, edhe aktrim është. Dhe e marim përsipër edhe këta që zhvillojnë debatin, thu që e kanë dorë Kosovën, e kanë dorë Evropën, NATO-n, Rusinë, Serbinë, me krejt merën. Por, unë menoj që koha ka qenë gjithmonë. Por duhet me pas në deklarime pozitivitet dhe jo negativitet. Mirë. Unë mendoj që do duhej që gjitha mediat mos të kenë një farë knaqësie ose një farë për të thënë që ndodhi diçka dhe hajtë tash nga lexojnë dhe fitojmë klikime shumë, po t'i shërbejnë kësaj që e thamë deri tash pajtimin. Unë nuk kisha dëshru dhe i bëjthirit gjithve që të mos merren me këtë çështje shumë, edhe pse tani Albinit edhe vetëvendosja, unë po besoj që kanë me përdorë këtë çështje. A mund përfitojnë politikisht? Kondër PDK-s. A besoni PDK dëmtohet nga kjo? Tani, unë nuk e di, varet sa do të ndikoj në opinion, qysh do të vlerësoj opinioni, uroj që, po them, të pajtohen. Mirë, kjo pys direkt, si politikan për një kohë gjatë, a ju lëndon pak që ju ende mund konsideroni parti që keni brenda gjirit tuaj njerëz që përdorin dhunën fizike? A është kjo, se për një kohë gjatë, po, si që thatë edhe e kemi parë në bota sot fillimet e mileniumit 3, sulmet të panumërta, për nënën tjetër, ky petk që pas 26 vitesh ta keni, a ju lëndon sa do pak kështu? Shka, unë nuk jam i kënaqur pse ka ndodhur ky rast dhe as një rast tjetër. Nuk kisha me qenë i kënaqur as nëse vetëvendosja do ta sulmonte Sami Lushtau. Absolutisht. Dhe me mpyt mu, nuk i kisha thonë shfrytëzon, se ndodhin këto gjana. Dikush ka temperament tjetër, dikush tjetër, dhe njerëzit... Sami ju si shpesh ndonë se po i ndodhë? Po tash... Se di, unë jam i mendimit që na duhet me kontribu shumë për qëtësim gjakrave. Okej, dakord. Sepse na... Nuk ka që ka na prish punë në qëtësimi i kësaj. Absolutisht. Nëse Albin Kurti mendon që me veprimet të tilla, me provokime dhe me fushata që janë veprime në ashtat qastit, ose që akoma pa dalë me sqarime organet cilat janë kompetente, ti dele dhe e qunë sulm qyqar, edhe ata unë i ndëgjova që
Samia si ka sulmu, tash... Po ishte Nureddin Lushtaku që tha këtë gjë. Edhe këto lajmet edhe gazeta... Pa i varet ku e ke dëgjuar, zërti Hakitja, përshep, pra kemi... Po, se s'kemi informat duon. Dëshmitarët okular thanë që ka qenë një sulm fizik. Nuk e kom dëgjuar, edhe një gru, një vajza, grua... Po, ishte deputetje, nëse ju të referu, zënjës Arjeta Feza, është deputetje e vetëvendosjes, ajo ishte qenë aty, po si do qoftë, për rastin asun nuk mund të flasë derisa nuk i di detajet mirë të allësishme, duhet jemi kujdesshëm, por gjithsesi, ti kthejmë tash pak zgjedhjeve dhe çfarë lloj ndikimi thatë mbetet shihet çfarë lloj ndikimi mund të ketë ky rast, po a besoni që PDK-ja ka vujt nga ky petk që është dhënë si një parti e pas luftës që ka përdorur dhunën politike për të arritur qëllime politike? Kush? PDK-ja? Jo, PDK-ja s'ka pas, asnjëherë s'ka bërë dhunë politike për të arritur qëllimin. Tani PDK-ja i ka, po besoj, një 20-30.000 antarë të regjistruar dhe i ka një 200.000 votues. Në mesin e 200.000 votuesve edhe 30-40.000 antarëve mund gjinet dikush që... Po, veç i ka veç nën kryetar komunash, pra kjo kryetar komunës aty. Po. Pra mos ta minimizojmë këtë fakt. Kryetari i komunës, megjithatë, ka përgjegjësi tjetër. Shikon, në qoftë se ka përgjegjësi politike, atëherë organet e partisë kanë statutin. Edhe aja din çfarë statuti është. E para. E dyta, kryetarët e komunave nuk kanë imunitet. Më mbrojt, mas me mujt dikush me i marrë në pyetje dhe me i arrestu dhe ku ta di unë. Por unë po besoj që është ma mirë me ndryshu qasjen ndaj rastit edhe me mbyll me pajtim. Do të them kur ka qenë Bajram Kusumi kryeministër, edhe një delegacion nga Amerika i këtyne që janë këta lutjeve të mëngjesit. Edhe një 2 kongresmen me ta dhe më thirrën drek mu, edhe ka qenë një serb, zysha askush është, po me bisedu në prezencë tyne na për problemet e Kosovës e të Serbisë, bisedu në... Problemet ndëretnike në atë kohë, me sigurisht. Ti fani kemi, hangër dreke dhe kemi bisedu. Mas një kohë, ai Serbi, ma qëjnë, u shkrum një 2-3 herë kështu, dhe ma qëjnë i ditë, tha, është e vërtet, tha, që ti ke qenë njeri për atyre që ke vra, kështu ke vra, thash, mas pari unë, se di ku i ke informata, po së është e vërteta, që shqish e vërtet. Mirë po, ajo hapi tjetër ishte me më lutë me bisedu me Bajram Kusubin. Dhe cili ishte premtimi? Në qoftë se Bajram Kusumi takohej me kryeministin e Serbisë, ishte ai... Boris Tadić në atë kohë? Jo, ai tjetër, ai që delke me Kalashnikova. Para ta mas vrasë e Koshtunica. Koshtunica. Me Koshtunicën me taku në një kishë vogël që është në Washington, ku mbahen ato lutjet e mëngjesit, thuj që e ketë garantuar edhe një mandat me qenë kryeministër. E tani, këto lojna... Këtë duket absurde. Jo, s'është absurde. Pse, shiko, unë mendoj që jo për një mandat, po me ndërmjetësim të institucioneve relevante që janë në Amerikë, nuk ka kur gjë të keqe me u taku dhe me bisedu në tavolinë. Po çdo herë janë takuar. Se 10 vjet janë në përplasje Kina me Amerikën, edhe që shkoj... Trumpi në Peken është. Shkoj atje dhe e kanë prit jashtëzakonisht mirë. Pra, këto lojna bëhen, dhe tani, a ka qenë Grenell, a kanë qenë edhe tjera, aty unë nuk e di, po i kom pa në media. Pra, për mu, këta që në burat shtetit, asë s'po di që është me qujtë presidentën
lider. As gru le të shtetit. them, po. Je, burri shtetit ka kuptimin. Burr shtetas, Po, po, burr po. shtetas. Bot i ketë kufizume me majtë mbyllën sa të jesh gjallë çështjet që janë të interesit veçantë, arkivat garantu se janë njerëzit që të shoqërojnë. Edhe kështu funksionojnë shtetet, nuk ka, ti kanë bisedu me Izraelin, Arafatit 6 muaj ditë në Oslo, në Norvegji, edhe se ka ditë kërkush që po bisedojnë. Ka ndërmjetësu Norvegjia, edhe në fund e kanë arrit një marrëveshje atëherë edhe qaqë. Tash, nëse na jemi mësu me qujt njëri, mas leti është me qujt njëri tjetër, je i lidhën me Rusinë ose me Serbinë.